Identifikohet autori i dyshuar për vrasjen e biznesmenit italian në Salarit të Tepelenës. Burimet bëjnë me dije se autori është një nga personat nga Vlora dhe policia ka nisur aksionin për kapjen e tij. Sipas burimeve, policia u rikthye në vendngjarje për të gjetur gëzojën. Dyshohet se biznesmeni italian u qellua nga një person i tretë, i cili ka qelluar me plumb. Policia e Gjirokastrës liroi mbrëmjen e së shtunës personat të shoqëruar për ngjarjen e Salarisë, ku mbeti i vrarë biznesmeni italian Edoardo Saraci. Mes të liruarve janë edhe pjesëtarët e familjes Barçe. Mësohet se lirimi i personave të shoqëruar si të dyshuar fillimisht është bërë për mungesë provash. Sipas dëshmimeve që ka dhënë në polici Qeren Braçi dhe dy djemtë të tij Gazmeti Danieli, por edhe nga deklarimi i Bariut Armir Itovezi, ata pretendojnë se janë sulmuar me armë nga një person misterioz në Dilan mes Nivicës dhe Salarisë, aty kur skena e krimit. Sipas tyre, biznesmeni italian dhe Braçët kanë qenë së bashku me dy furistrata, Land Rover dhe Volkswagen. Gjithmonë sipas dëshmimeve të tyre, italiani ka qenë në furistratën e parë së bashku me një prej Braçëve. Ekspertiza e bërë në vendin e ngjarjes konfirmoi se italiani nën shoqërinë e Qeren Braçit dhe dy djemtë të tij ishin duke qarkulluar nga drejtimi i Nivicës në atë të Salarisë në Tepelen.